Tani nuk mund të haj 4 gola Partizanin Tiranë. Luftuar ndeshje. Dalim ke ndeshjet e tjera. Po. Atëherë ndeshjet e tjera, po të shikojmë, dalim ke Vllaznia. Tani Vllaznia do vetë me parë më vëlla. Intereson për çaj Final Fourin. Byli si luti shumë mirë, po Vllaznia domethënë do motivohet Vllaznia për 2 javë tani, për dalin. Tani demotivimesh. Vllaznia nuk e do për kampion, se unë si kuptoj ndonjëherë këto. Kampion si nuk e do. Tani si ka mundësi tani? Po si ka mundësi? 3 ekipet e fundit i rrafin 3 ekipet e vendit parë. S'ka ndodhur ndonjëherë. Se tani gjithë futen në një kosh, mund të ketë ndeshje reale. Në kosh jo, në çfarë pa fush. Kush e kupton futbollin, ne që kemi luajtur dhe kemi drejtuar atë punë e kuptojmë shumë mirë, se nuk jemi ignorant në aspekt. Por gjunaf, sepse u bë një kampionat i cili 2 javët e fundit mund të merrte një rrjet shumë të mirë, pati rivalitet brenda, kush dali ka kategoria dali. 2 javët e fundit ishte katastrofë. Pse e prish 2 javët e fundit? Mbaj situacionin deri në fund. Në të njëjtën pikë të vjetshme të kampionatit kemi diskutuar të njëjtën gjë bashkë, jemi po në të njëjtën temë. Me idhtarët e mëdhenj të Final Fourit, se ka fantazist pa parë këto, llogarisin që mirë është, po t'i hedhësh një sy, një të parë, se edhe do bëjmë një çik shaka me këta ne tash, se këta u tallën dje, ne do tallemi sot. Po ta shohësh nga renditja aty, duket interesante situata, 4 ekipe me 35 pikë, betejë e jashtëzakonshme për luftë e madhe për çfarë. Ja shikoj, se të duhet. Luftë e madhe për çfarë nga kategoria. Çfarë bëri? Diferenca në pikë e 4 vendeve të para, që kanë Final Fourin, do luajnë për titull kampion apo do marrin pjesë në Kupat e Evropës. Të krijon mundësinë dhe komoditetin që ti të tolerosh në ndeshjet e fundit të kampionatit dhe respektivisht ti nxjerrësh bojën kampionatit dhe të ndëshkosh ekipet që nuk e meritojnë të bien, sepse ti do neglizhosh. Nuk është serioze kjo, as për Shkodrën, nuk është serioze as për Elbasanin, nuk i akuzoj se e kanë lënë ndeshje. I kanë neglizhuar ndeshjet maksimum. Nuk kanë provë të akuzoj gjë. Normalisht do të luftonin që të ishin objektiv. Që një ekip në botë që i thot vetes profesionist të mos shkoj të ushtroj trysni mbi skuadrën e vet, që të prodhoj futboll cilësor, sepse nuk do e riprodhoj dot ndeshjen finale që do ketë nëse nuk ka vazhdimsi. Futbolli është vazhdimsi. Se këta po bëjnë një shkencë të çuditshme në Shqipëri. Sot mund t'i karikosh baterit, do luajmë, je zjarr, nesër i shkarkojmë fare mos luaj, s'ka gjë, dhe ti je prap gati për ndeshjen tjetër. Jo, si je. Zgjohesh më pas. Arsenali masakroi ekipet angleze gjithë fazën e parë. Po. Dhe çfarë ndodh të rëndom dhe shpesh. Nëse mban mend Alex Fergusoni thonte nuk e di si do ta kem ekipin në muajin në fund të marsit, në çfarë gjendje do ta kem, nëse do ta kem ekipin në gjendje të mirë, të vijë në formën e vet sportive më të mirë, të më prodhoj lojë në fund të marsit, atëherë janë ndeshjet më të rëndësishme të aktivitetit dhe nuk lëshon dhe as milimetrin, se kanë ndeshjet intensitet. Fillon është faza finale ku çdo pikë ka rëndësi dhe morali në skuadër forcohet fitore pas fitorie. Nuk forcohet një ndeshje tolerojmë, një ndeshje se tolerojmë. Ka që do flasë seriozisht se ky kampionat nuk e meriton as ta analizosh. Si e ke parë këtë fund këtë kampionati Sala? Unë ndoqa pak ndeshje dje, edhe me atë sa marrë vesh unë nga futbolli, se unë kam... Ti shikon dhe si vrapojnë? Për vitesh, normalisht. Besoj këtë shikon. Fund sezoni është, lojtarët janë dhe të lodhër, nuk mund të kenë atë performancën 100%, po normalisht fund sezoni, kupa njëra në tjetra. Por që, si që thanë edhe analizojnë profesorët dhe më përpara meje, qëndron shumë edhe ngre një pikpyetje të madhe që ti nuk di se kujt do të japësh fajin. A kupton, ngarkesë lojtarëve, heqjes trajnerëve, apo edhe një dore që mund t'i japësh një miku apo një shoku. E kuptoj. Biskotat që ti the. Nuk mund t'i vendosim asnjëra nga këto. Tani, a mund të funksionoj vaferi nëse ti po funksionon ose funksionon? Shkon në ndeshje kështu, lente. Dhe ti thuj tani, nuk ka më biskota, ka vafer këtë javë. Do ham.
Tani, ky lloj butoni që thot Alliu, se unë se di se s'kam gjithë në kornë në jetën time, se kam parasysh si është kjo. Po se për ballon do të stomaku. A mundet që ti të pësosh atë metamorfozën fizike, psikologjike, taktike, teknike, për ndeshjet e Final Four? Po, momenti ty që të bie ritmi edhe ha vetëm ato gjërat e dëmshme, kur do hash ato, pastaj fillon edhe stomaku, nuk i përballon mirë ato, edhe bën një kolaps. Edhe hajde merre vesh pastaj se çfarë do ndodhe. Nga ekipet më të mira në botë, Altin, më të mirat, që kanë stafe njerëzish, kanë psikolog, kanë mjek, kanë trajnera, kanë njerëz që kujdesen për çdo detaj të klubit. Absolutisht. Përpiqen me mira njerëz që ekipi Realit Madridit të jetë në maksimumin e vetë të performancës në fund sezonit dhe nuk ja arrin. Jo më që ti të çedosh me ndeshje, bie morali, më sot vete i thu tjetrit, më tregoj qik debatet e mëdhaja që keni bë këtu. Ku vete gjitha i sherri Martinit me këtë gazetare, domethënë se po flisim për parime, për moral, për profesionalizëm, mbi që moral do flasi nesër. E kuptoj. Si do i flasi skuadrës. Ne kemi qenë brenda... Kam pas një regjizor më para dhe është jashtë tani më lini çdo diel në gjumë, po ka një funksion që unë se them do të emrin. Më para ka qenë regjizor. Ka vajtur sipër. Ka që është regjizor, megjithëse tani është me kollare në një pozicion. Edhe ti me kollare Kollare, e ke parasysh ajo, dhe më thot, rregulloj pak mikrofonin djathtas, nuk e ka, të përshëndesim nga larg, nuk e ka harruar kur profesionin. Zoti Kushta, ne jemi në një moment kampionatit që dikush duhet bëj diçka. O të mlidhen këta burrat e mëdhenj të futbollit shqiptar, presidentët dhe thonë, kështu nuk shkon. Lokali jon është bosh, klientët po ikin. Njeri nuk vjen më të haj ushqimin tonë. Hajde mlidhemi bashk, japin dorë njëri tjetrit dhe ta rregullojmë këtë punë. Ose Federata Shqiptare e Futbollit duhet gjej një sistem, një mënyrë, se nuk shkon. Nuk shkon. Te kjo pizzari nuk bëna vjen asnjë lloj klienti. Është bosh. Asnjë nuk ka. Asnjë nuk ushqet. Si të themin ata? Një ditë kemi ushqimin e mirë, ditën tjetër e kemi me helm, nuk vinë klientët. Si do t'ja bëjmë që të vinë? Hajde e kaluam dhe këtë javë. Po javën tjetër do shkojmë në Europë. Vinë ata, fillojnë. Kupat e Europës dhe ti prapë, luj këtu brenda gardit.